me të gjitha të gjysmë vërtetat e mundshme. Qa do të thot mesazhe? Mund të ma thoni qa do të thot mesazhe? Që kur mesazhet janë prova? Që kur mesazhet janë prova? Dhe që kur mesazhet janë ushqim për mediat? Dhe që kur bi bazë mesazhesh bëhen gjyqe, si në kohën e gjuetive të shtrigave që ngrihej tura druve, se ky i tha ati ashtu dhe ai i tha ati tjetrit ashtu. Që kur? Patjetër që mesazhet dhe çdo gjë tjetër që lidhet me kush tha çfarë tha janë pjesë e një procesi, nuk diskutohet, nuk përjashtoj unë këtë. Por parafytyroni vetëm kaq. Qa ndodh dhe sa përgjegjësi ka secili nga pjesëmarrësit në këto gjyqe dhe shtrigave kur dikush dali i pafajshëm. Po çaj duhet më pafajësia atij njeriu kur i është shkatruar totalisht jeta dhe familja. Për qarë? Kush ja kthen atij njeriu mbrapsh jetën? Prandaj drejtësia demokratike ka vendosur kufi. Prandaj në drejtësinë demokratike nuk lejohen shumë nga ato gjëra që ndodhin këtu. Dhe unë nuk fajsoj mediat për këtë. Por ata që ju ushqejnë me këtë helm. Si mundet që ky vend të jetë ky dhe në të njëjtën kohë Sigma, e cila bën analiza faktuale, nuk merret me mesazhe. Se në Shqipëri bëhen mira prokurime. Mira. Në Shqipëri bëhen mira ndërveprime, miliona ndërveprime.